Kur a ka kush si ju nal juve, a ka nej forcë, a ka nej diçka si ju drejton juve shka kini bon dhe i sot. Edhe prap vazhdojnë edhe veç përgjigje. Kujna mi u përgjigj? Për shka mu përgjigj? Ku është qëllimi? Për shka mu përgjigj? Mr. Rogers? Gjykatësi Malate. Zoti Rogers, ju lutem kontrolloni dëshmitarin. Unë ngritem ta thonë ato, s'ka nevoj, mu june me ta thonë ato, edhe ti edhe Zoti Emerson, ato pare që a keni marë për mbrojtje ty në takuzumve, me pas shku në vend ku duhet në Kosovë, nuk shi pas nevoj mu mbledh këtu 20. Mi u banimu njerëzve që kanë met pa shpi, mi u banimu njerëzve që në met pa pjesë trupit edhe pa antartë familjes. Ato miliona që keni marë. Edhe nuk ki nevoj me më ndërprej mu se unë e di që ka flasë. E unë e di si jam i drejt, unë e di si kom bo vërguj kur gjo. Për ata unë kërkova për gjykacit, me më pyet gjykaci, se për mu ju mbrojtja këtu edhe këta khonjën të barabartë, se sot je mbrojtje një se je prokuror. Edhe vish këshoni që është me fitu lanë të juve. A qka o bo atje, ku shovra, që shovra, pëse ovra, për juve, hiç nuk është më rëndësi. Për mu është më rëndësi. Unë e kom dhonë dëshmi këforit, policisë Kosovës. Mr. Kabashi. Gjykatësi, Zoti Kabashi. Po i ndëruar. Yes, please. Can I just... Ju lutem. When somebody is speaking, Kur dikush flet, ne presim për ata persona që të mbarojnë, nuk i ndërpresim. Mirë, po unë isha duke folë ata më ndërprejnë mu. Nëse ata kanë drejt me ndërprej mu, unë s'kam drejt me ndërprej ata, ta di këtë regull, nëse është ashtu atër nuk ndërprej. he did not interrupt. Ai nuk ju ndërpreu. Ju. We give each other a chance. Ne I japim mundësi njëri tjetrit që të përfundojmë atë që kemi me thënë, por duhet me folë edhe çka ka lidhje me këtë gjyq. Desha t'ju them ju dhe Zotit Karnavas që nëse dëshironi që të konsultoheni me njëri tjetrin, na tregoni, na thoni që dëshirojmë të konsultohem dhe ne do t'ja u japim atë mundësi. Mirë jam, nuk kam nevoj. Thank you, Mr. Kabashi. You're welcome. Zoti Kabashi, thot Zoti Rogers, ti kthehemi prillit të vitit 1998. Zoti Rogers, get to the point. What you want to know from me? You don't need to know my life. You don't need to know where I went this time and that time. What you're interested to know? Zoti Rogers, thoni ato që doni për meje, kërkoni. Ju nuk doni të dini për jetën time, çfarë kam bë në atë kohë dhe në atë kohë. Ajo që dua unë të di është që nëse keni parë diçka në Jablanic, kur shkut atje për të kyç si antar I UÇK-s, kur keni shku në fillim atje, me kë keni fol kur keni shku për sparje atje? Kom shkull me shumë njerëz. Kur jeni bashku me UÇK-n, pra me kë keni fol? Janë shumë. A mund t'i japësh emrat e tyre? Right, start with the first one you spoke to about. Filloni me të parin, me kë keni fol kur keni shku jeni kyç në UÇK? Po unë thash janë shumë edhe njerëz që ndoshta nuk kanë dëshirë më përmend emrat këtu. Ti pengon. Njerëz që nuk janë prezent, domethënë. Why did you go to Jablanic? Pse shkove në Jablanic me o kyç në UÇK? Po di që është me thonë përgjigje. Why did you go there and not anywhere else? Po pse ke shku atje dhe nuk ke shku diku tjetër? Kom shku më ju bashku ushtrisë. Yes, why did you go there and not anywhere else? Po pse shkove atje, pikërisht atje dhe jo diku tjetër? Pse pe aty ti kam familjen. Më ka ngrej ma shumë ai territorë se në territorë tjera më shku. Aty e kem për ardhën për Zhebelit, që është një fshat afër Jallanicës. Do you know the village of Glojan, Catholic Glojan? A e njihni fshatin e Glogjanit? Po, Fshatin
katolik të Llogjanit, ashtu siç e quajnë. you went to? Po unë e di ti, a e din? Është afër Jabllanicës, aty keni shkuar? When you first went there to join, was there anybody Kur shkuat në that you fillim atje understood was për të in kyçur, charge a ka of pasur that ndonjëri group? aty që ka qenë përgjegjës për këtë grup të UÇK-s? Dhe nëse ka qenë kështu, kush ka qenë ky person apo persona? Unë e thash edhe më herët, tregom ku është qëllimi, çfarë e ka dhënë me ditë ti, tamam. Mos ma qellë me rrodhlla se unë nuk jam fort i mret, por kom qellu çashtu katunor edhe nuk di fort mi të lu senet unë. Habit na thon në sen çka s'duhet, a përgjigj na gabim në sen. S'po du me gabu se nuk e di dhe çfarë gabimi kom bo, se keni shti këtu në burg. Qa kom bo se më keni shti në burg? Qa ju kom bo në juve? Mr. Kabashi, it was a Zoti simple Kabashi, question. kjo ishte një Who you pyetje e understood thjeshtë. was in charge of the group of the Kush KLA ishte at përgjegjës Jablanica? për grupin e UÇK-s në atë kohë që ju ishit në Jabllanic? Pra, ju lutem, na tregoni kush ishte përgjegjës i grupit në atë kohë. Dhe ndofta mund të ketë qenë jo vetëm një person, mund të kenë qenë më shumë se një person. Apo më tregon ti mu pse më keni shti në burg, pse po shkojnë në po rrej aty me të burgosën që akuzohen për krime, pesha mlladishin atë Karazisin të lujt tenis. E unë po shkoj po rrej njëjtin burg me ta. Edhe po pret me dëshmu për me diçka ose me dhonë naj diçka unë me fol. Shysh po do me fol ti. Mr. Kabashi, you asked me to Zoti get to the point Kabashi, and ask you some ju direct lutem, ju questions. thatë që I'm më trying t'ju to bëj do that. pyetje The direct direkte question dhe you unë asked përpoqa t'ju bëja një was pyetje when you direkte. went to Dhe kjo Jablanica, pyetje ishte, kur ju who shkuat did në you Jabllanic, understand was in charge of the KLA group kush in ishte Jablanica? përgjegjës And i it may be grupit të more than one UÇK-s në person. Jabllanic? Dhe mund të mos ketë qenë një person, mund të kenë qenë edhe më shumë persona. Pra, ju lutem përgjigjuni kësaj pyetje direkte. Unë e kom përcjell këtë tribunal këgja shumë e këto pyetje këtë quajnë një vend, do më thona mos je ka do me ditë për burgun e Jabllanicës, po të kallëzojmë një herë. Mos e çom agat. Thank you, Mr. Kabashi. Faleminderit zoti Kabashi. Na thoni pak për burgun e Jabllanicës. Ku ishte i vendosur? S'ka pas burg një Jabllanicë kur. Edhe betohen në për ato, s'ka pas burg një Jabllanicë. But it's your phrase, words, Po, prison detention ju center. thatë që ka qenë një qendër e burgimit aty në Jabllanicë. Unë e thash mos po dën me ditë për burgun e Jabllanicës, që aty e ki qëllimin. Edhe 100 dëshmimi keni bo, e ke dhonë këto, ke dhonë ato, që i keni mbledh për 100 njerëzve, edhe hetuesi që i ka mbledh dëshmit nuk ka ditë ku ja ka dhënë të kujna. Ju kanë përzi punë të juja, e unë nuk jo maj që mu im ja drejtu. Were there people detained at the Jablanica? Ka pasur njerëz që kanë qenë të ndaluar në Jabllanicë, Were people detained there? Where kanë the qenë KLA were? në këtë vend në Jabllanicë? Ju lutem, a këta njerëz ishin të burgosur aty ku ishte edhe UÇK-ja? Unë s'kum pas që ka pasur ditë burgosun. Kush ka dash, ka hi, ka dalë, s'kun hënd koqit, si thuj një fjallë. Shumë kollaj e kom. Një roj e kom të dera e shtabit, mrena, ndërtes as ka pas dry, as ka pas dyrë, shumë do mas dyrë s'kan pas. Nuk e di që ka pas aty diçka të ndalume me dhonë. What was your role there, Mr. Kabashi? Çfarë roli kishit ju atje, zoti Kabashi? Ushtar, edhe më duket jam i pak të që mirë për ushtarëve, se të tjerë jenë bo komandonta. And what did you do there in Jablanica? Çfarë bët atje në Jabllanicë? Kena bo shumë sene, që lash që përdo me ditë ti. In particular, at the Veçanërisht, first of all, was there a së pari, place dua t'ju where pyes, a ka soldiers pasur ndonjë stayed vend together? ku ushtarët qëndronin së bashku? Was there a barracks? A ka pasur kazerma? Po.
Where was the barracks located? Ku ishte e vendosur kazerma? Në Jablanic. Whereabouts in Jablanica? Ku në Jablanic? Ku ishin kazermat? Pa në kone 3-4, s'po di për cilën për vetë. Mr. Kabashi, do you remember Zoti when you Kabashi, spoke to a të investigators kujtohet that kur drew folët me the hetuesit sketches? që ju bët disa vizatime? Po? Do you remember signing those sketches? A të kujtohet që i keni nënshkruar, keni vënë firmën te këto vizatime që keni bërë, kur po përpiqeshit të shpjegonit vendin? Prej tajtës e kalume, dhe i sot i kom bo një 20 në nëshkrime, për me të thonë drejtën se dis që kom në nëshkrujës, më kështë në nëshkrujës ta, burg, në nëshkrujës ta, të kom në nëshkruj. Që ashtë edhe shkit ku më kanë pasmor, në nëshkrujës e ke. Në nëshkrujës e s'ka nëryshe, i malli që tin me bo, forti. Could you look please at 03 Ju lutem, shikoni dokumentin me numër 03 015 në sistemin elektronik të gjykatës. Sot i emerson i nderuar gjykatës dëshiroj ta ngrej këtë çështje sepse nga pikpamja procedurale kjo është e dallueshme nga fakti që ti japim një deklaratë i dëshmitari. Fakti që harta që zoti Roger propozon t'ia tregoj dëshmitarit është një lloj grafiku dhe nuk është në fakt fjalë të shkruara, nuk ka ndonjë ndryshim. Megjithatë, kjo është parë pjesë e deklaratës së dëshmitarit. Pra, në qoftë se një deklaratë e dëshmitarit do të jepet dhe do të përdoret, atëherë zoti Rogers ka nevojë që të bëjë një kërkesë dhe të japi bazën për çfarë arsye bën këtë. Zoti Rogers, nderuar gjykatës, mendoj që unë e dhash bazën për këtë qëllim. Baza që dëshmitari u pajtua që ai kishte dhe pranoi që kishte bërë disa vizatime gjatë intervistës së tij, unë dëshiroja që t'i tregoja ato. Dhe dëshmitari... Nuk që kom bo vizatime. Unë i kom bo vizatimet, po qëllimi yt ku është bërë trop burrë dhe otse. Well, it all will become clear, Mr. Kabashi. Zoti Kabashi, do të sqarohet kjo gjë. Ju lutem, shikoni në fillim. Dhe pastaj do të bëjmë, do t'i marrim pyetjet një nga një. Ju lutem, i dëshiroj keni mirësinë të shikoni në dokumentin 03015, e keni në ekran. Page 16. Në faqen 16, ju lutem. Forgive me. It's my fault. Falni që thash gabim faqen, është gabimi im. Faqja 16. Po, nderuar gjykatës, në faqen 16. Do you recognize that document, Mr. A e njihni këtë dokument, zoti Kabashi? Po, Is that something you drew? A është kjo diçka që ju e keni bërë vetë, e keni vizatuar vetë? Yes. And is it signed at the bottom by you? Është nënshkruar në fund ka ju? po. And has it got words written on it by you? Dhe ju vetë keni shkruar fjalë në këtë dokument? Po dhe po, fol, trop bëri. Thank you. Now, perhaps... Faleminderit. Tani dëshiroj që ta shikojmë këtë dokument. Aty shikoni në pikën A vendin që ju e quajtët kazermat e ushtrisë. Është kjo e saktë? Në pikën A, Pikën E. E. I. Po, In the middle. Yes. Në mes, Is pikën E that në the mes. place that was the A është ky vendi ku ka qenë kazermat që e keni shënuar aty, në të cilën personat ishin burgosur? A është kjo e saktë? Së pari dëshiroj t'ju pyes, a është kjo kazerma të cilës ju i referuat më parë? po që ajo është kazerma, personat burgosur aty s'ka pas. Thank you. Faleminderit. No, well, I want you to help me, if you would, please, with the Dëshiroj të më ndihmoni me ndërtesën, me këtë objektin, objektin katror dhe objektin drejt këndësh, që është shënuar në qendrën e kësaj ndërtese. A shikoni së pari? Yes or no? Shikoni, më thoni po apo jo? Cilën objekt? Ka shumë objekte katrore këtu. The rectangular one
objektin drejt këndësh që është shënuar në qendër, afër qendrës së këtij ndërtese. Jo atë që është i ngjitur me muret, por atë që është më vete në këtë ndërtesë, brenda zonës së markuar. A shikoni këtë ndërtesë? Kaci më loto, Zoti Rogers, kur ju thoni brenda kësaj ndërtese, brenda kësaj qendre, e keni fjalën aty në fotografinë që shënuar me e? Zoti Rogers, po, i nderuar gjykatës, faleminderit. Rogers, pra shikoni aty ku keni shënuar gërmën e. Ishte pak e paqartë, e gjetët këtë? Po. Thank you. Faleminderit. You see marked in the top. A shikoni në fillim, në anën e majt të kësaj ndërtese, ju shikoni gërmën H. And do you see what you've written at the top? A shikoni çfarë keni shkruar në fillim të faqes? Detention center. Keni shënuar qendër ndalimit. What do you mean by that? Çfarë keni parasysh kur keni thënë këtë? Detention center. Kur keni shkruar fjalën anglisht detention center, qendër ndalimi, çfarë keni pas parasysh? Unë në kurse kom shkru atë fjalë, as atë H, I never wrote there. That's not my handwriting. That's not your handwriting. No. Ku e kam shënuar unë kur atë, nuk është shkrimi im ky. Whose handwriting is that? Atëherë ky nuk është shkrimi yt, atëherë shkrimi i kujt është? Probably one of your boys. Ndofta ndonjë nga djemve tuaj, punonjësve tuaj. What do you say then about Zoti the Rogers, room that is marked H? çfarë doni të thoni për dhomën që është shënuar me gërmën H si një qendër ndalimi? Nuk ka qenë e qendër ndalimi, në dhomë kom flajt disa herë. Unë kom flajt vetë. What was that building used for? Për çfarë përdore kjo ndërtesë? Për ushtarë. And what else was it used for? Dhe për çfarë tjetër përdorej? Me flajt. Can I show you some photographs? Dëshiroj t'ju tregoj disa fotografi, ju lutem. First of all, can I show you Së pari, a mund t'ju tregoj dokumentin me numër 653-03054. Could the map actually please be an exhibit? Zoti Rogers, nderuar gjykatës, dëshiroj që kjo hartë, kësaj harte t'i jepet një numër për provë materiale, përpara se të vazhdoj me këtë fotografi. Ju lutem, kërkoj që të identifikohet hartas të cilën sapo ja treguam dëshmitarit gjykatësi Moloto. Kjo hartë është pranuar si provë materiale. Ju lutem, kërkoj që të jepet një numër. Mr. Rogers, Kaci Moloto, Zoti Rogers, registrar correctly sekretarja kërkon që ka pasur një hartë, kam pasur dhe disa vizatime. Cilën nga këto dokumenta doni që të futet si provë materiale? Zoti Rogers, më falni, kërkoj vetëm këto vizatime të futen si provë materiale. Sekretarja i nderuar gjykatës është prova 65-03015, do të jetë prova materiale me numër P118. Gjykatësi Moloto, faleminderit shumë. Zoti Rogers, Zoti Kabash, ju lutem shikojeni këtë fotografi, ju lutem më tregoni se çfarë duket në këtë fotografi. Fotografi? Yes. Po. Excuse me. Zoti Guy Smith, më falni, për çështjet e brendshme, unë e kuptova që dokumenti 65 ter, ky numri, përfshin gjithë deklaratën e dëshmitarit. Zoti Rogers, unë kërkova që të pranohet vetëm kjo faqe. Zoti Guy Smith, në rregull, Rogers, mendoj që është vetëm ajo faqe që e treguam në ekran. Zoti Guy Smith, atëherë do ta kontrolloj edhe një herë. Zoti Rogers, po. Zoti Guy Smith, në rregull. Zoti Rogers, nëse kjo do të ketë lidhje, do të bëhet e rëndësishme më vonë, do ta trajtojmë më vonë. Gjykatësi Moloto, mikrofonin. Zoti Rogers, nderuar gjykatës. Are you able to tell us, Mr. Kabashi, where this photograph is? Zoti
Kabashi, pyet zoti Rogers, a jeni në gjendje të na tregoni që ku është bërë kjo fotografi? Ja, s'po më duket e njofshme. You don't. Pra nuk e dini. A e keni parë më parë këtë fotografi? Kjo fotografi, a ju është treguar më parë, zoti Kabashi? A keni parë më parë këtë fotografi? Kom pa shumë sene, unë s'po më mojt me në tana. Nuk e di. S'po më kujtohet. Do you remember during the course of your interview with Të investigators? kujtohet që gjatë intervistës me Hetusit, juve Hetusit ju treguan disa fotografi. Kujtohet kjo? Po mi kanë tregu disa fotografi. And Mr. Kabashi, this Zoti Kabashi, kjo fotografi është e identifikuar në deklaratën tuaj si një nga ato fotografi të cilët Hetusit ua kanë treguar. Dëshiroj, ju lutem kërkoj që ju ta shikoni edhe një herë këtë fotografi dhe të më ndihmoni të më thoni nëse ky është vendi që ju e përshkruat si kazermat apo si vendi që ju keni bërë ato vizatimet. Zoti Smith, që kjo është një pyetje që është suggestionuese. well, he's drawn a picture. He's Që described ka going to cimoloto zoti Rogers, po ai ka bërë disa vizatime dhe e ka thënë e ka përshkruar faktin që ka shkuar në kazerma dhe mendoj që ai duhet të thotë nëse kjo fotografi tregon këto kazerma apo jo, ai mund ta thotë këtë gjë që ka cimoloto. Pyetja juaj është suggestionuese zoti Rogers. Vizatimet janë një gjë tjetër dhe fotografia është diçka tjetër. Ju lutem, a mund What do you suggest? ja i dëshmitari mund të na thotë se çfarë di për këtë fotografi, të cilët ju pa ju ja sugjeruar ju atij se cila do të jetë përgjigjja e tij. Zoti Rogers, për pyetje. Atëherë çfarë sugjeroni? Do të jeni në gjendje të na ndihmoni se ku është bërë kjo fotografi, zoti Kabashi? E shoh një shtëpi si të djeg në sy. All right. Well, to try. Nuk shihet, nuk është sikur ajo si më konon. Nuk është e njëjtë. Ko është ndryshuar. Ajo kon më ndryshe. How was it different? Si është më ndryshe? Po mendoj nëse je kam pyet, a është që kjo vendi ku kem qëndru, nuk po doket e njëjta me vendin ku kem qëndru. Right. Po më thonë nuk doket e njëjta, ka shumë ndryshim. Në rregull. Nuk më thonë që është saksisht ajo. Përderisa nuk është e njëjtë, shumë sene nuk janë të njëjta. I understand that E kuptova maybe the që state of the building. ndofta gjendja e ndërtesave ka qenë ndryshe nga ajo që ju kujtohet ju më parë. I'm asking you whether Por, you recognize unë any po ju part of pyes this në being qoftë se ju jeni në gjendje të dalloni ndonjë pjesë të asaj që quhej vendi ku ju qëndruat. Unë të tregova më herët. Ta dhash përgjigjen, sa mujta. right? Në rregull. You were shown this photograph together with others Ju e keni parë, u është treguar kjo fotografi së bashku me fotografi të tjera gjatë kohës që ju dhat një deklarat 2007. në vitin 2007. Zoti Guy Smith, më falni, dëshiroj kërkoj që zoti Rogers të mos dëshmoj këtu në këtë rast. Zoti Rogers, a mund ta tregoj këtë deklarat? Zoti Emerson, me gjithë respektin që kam, nuk mendoj që zoti Rogers ka për detyrë që ta tregoj deklaratën. Ai ka nevojë të vazhdojë në bazë të rregullave që janë. Zoti Rogers, po parimi është që dua të freskoj memorien në këtë rast të tribunalit. Dëshmitari ka thënë përsëritur që nuk jam e sigurt, nuk më kujtohet dhe unë dua t'i tregoj atij deklaratën ku ai i referohet
deklarohet këtyre fotografive të veçanta dhe mendoj që kjo do të jetë një mënyrë e lejueshme veprimi gjykatësi Moloto. Meqense ne e kemi pranuar këtë deklaratë, sepse kjo e ka kaluar standardin e pranueshmërisë. Zoti Rogers, nuk mendoj që ne do të na duhet ta pranojmë këtë deklaratë si një ushtrim për rifreskimin e memorisë. Nderuar gjykatës, atëherë do të më kujtohet që duhet të kaloj përmes një numër disa fazash, faza e parë së cilës ishte faza për rifreskimin e memorjes. Në rregull, shikojmë dokumentin 03016, është paragrafi 29. Gjykatësi Moloto, para se të shkojmë në dokumentin 03016, çfarë do të bëni me dokumentin 03054? Zoti Rogers, mendoj që do ta heq nga ekrani për momentin. Dëshmimtari nuk e ka identifikuar këtë fotografi. Gjykatësi Moloto, në rregull, faleminderit. I'm good. Same paragraph reference in the Albanian statement as well. Zoti Rogers, është i njëjti paragraf, referenca në deklaratën që ka bërë në gjuhën shqipe. Paragraph 29. Është paragrafi 29. First of all, before we move on, Së pari, përpara se të shkoj, të vazhdoj më tutje, a shikoni në shkrimin tuaj në fund të çdo faqe? Is that your signature at the bottom there, Mr. A është kjo firma juaj në fund të faqes, zoti Kabashi? Unë thash edhe ma herët po është, edhe thash që i kom nënshkru një 20 nënshkrime, vish 5 i kom marrë për i tajtës shtu, e nuk e dhja që a kom nënshkru. Nënshkruje. Këto janë të krejt e di që ka janë, edhe që ka shkru, se i kom lexu 100 herë. Po këtu ka shumë senet pavërteta që kë hetu sëtë, kë hargjitësan dhu, për i ndije si hala beson lëp, nuk beson zët, hala. A i ka bo këtë gjona. I ka përzi shumë dëshmi, edhe i ka bo shumë gabime gjatë hetësis, që ka kushtu edhe me jetë njerëzve. Mr. Kabashi, just look at paragraph 29. Zoti Kabashi, shikoni ju lutem paragrafin 29 të kësaj deklarate që ju keni nënshkruar edhe në versionin e gjuhën shqipe dhe në anglisht. Can you see that? A e gjetët këtë? Ju lutem, lexoni me mend, lexoni një këtë paragraf dhe mbase ta keni lexuar pa zë, ju lutem më tregoni. Thoni. Have you read it? Çka më tregu? Lexoj këtë paragraf me mendje, lexoj pa zë. Dhe pastaj mbasi ta kesh lexuar thuaj. A series of photograph numbers. Ju këtu shikoni një numër, një seri numrash të fotografive që i referohen këtij vendi dhe thuhet në paragrafin 29 në rrjeshtin e dytë, në rrjeshtin e tretë, thot që unë kam parë disa fotografi të kazermave. Këto janë të identifikuar me numrat RN U0184 3082 plus fotografive të tjera. See that? Gjetët këtë? Po, shka? The photograph that I have just shown you. Fotografia që sapo ju tregova ka numrin, është fotografia ka numrin 03054, është e para e këtyre fotografive që janë të shënuara këtu dhe ju i keni përshkruar si kazermat. Does that help your memory? A të ndihmon kjo që të kujtohet? Kujtohet çka? This is a photograph. Që kjo është një fotografi që tregon kazermat që ju sapo na that, kazermat për të cilat ju ishit në raportonit në Jablanic. Unë të thash edhe ma heret, këto që ka jënë bon, që ka është bisedu me hetus,
edhe çka është bon masanena për mu në shkru, nuk jetë njëjta. Kjo e në përpunume. Edhe të thash edhe ma heret, që kom në nëshkru, po do me ta në nëshkru i dokument që thash që kom vra Barack Obama pa jashtë në pushime, se ka vra kërkush. Unë tregova ma heret, unë që shkom dal pej asaj lufte, pej burgut, edhe burgut Serbijis, edhe Dubraves, për mu jenë konë barabartë. Edhe me të thonë, pak e se ardhi heq, matë kësi jënë shumë këta të hetus të UN-i tut, se ata të shkiva të jenë konë. Bile ata të kanë rejës, jenë konë fort mesim. Këta të apin gjakin kapak. Që shtu kanë bo këta, jo të unë se edhe si jo për frigohesh, jesë për frigohesh. Mr. Kabashi. Së është punë, zëtni Rogers. Zoti Kabashi. Duhesh me dalë të problemi, unë im ka mundona me thonë problemin ku e ki pas ti, në punëtor tu, në hetimet e juja. Ti po mundohesh me mështimu me folë për një diçka shka nuk është as pak më rëndësi, sa i përket çështjes krimeve të luftës në Jugosllavi. Nëse flasim për krime, e nëse flasim që ka ndodhur në Jugosllavi, që ky tribunal është i ngritur për çat punë, mi gjetë krimet në Jugosllavi, ju nuk keni bo kur gjan, për kundrazi keni bo krime ma shumë, me verpat e juve si keni bo. Edhe ato është din çdo një. Nëse unë jam ka flas tash këtu, në sen që njeset i ma ngritë dhe në akuzë që shumë i keni ngritë 2, bëni 4, bëni 6, mojem ti mund burg për jetë, po ajo nuk mund me ndryshu bindjen teme, edhe ato çka unë e kom pas, çka unë e di, edhe çka është ka e din këtë bota. Unë nuk e di që shpo muni. No, unë... Mr. Kabashi. Zotni. Zoti Kabashi. Zotni. Kjo nuk është, ju lutem, më lejoni t'ju bëj pyetjen tjetër. Faleminderit. Unë nuk muj me të leju ty me mbo pyetje mu. Nuk kom mundësi, se unë që shkom ka liu dej sot, unë nuk e di që shumë ka muj me dëru me najtë hunqën këtu. Nuk e di që shumë ka muj me dëru edhe pak. Edhe për paralajmëroj edhe zotin gjykas në dërum, se janë për shumë vendeve, nuk e di kush janë. Mu me mlonë në rahat, nëse ka mundësi, nëse ju mu që më burgë edhe mësëm vetë ma ku zhonë, se s'kom shka mu përgjigju në këtu. Qëtash edhe pak ka mundësi me hupun e atë temen, kontrolën edhe të nëshe, du të më kapë me më shtreshtë për tokë, me më qunë burgë. Nëse dënë ti mu që e me ndohë, më janë njësë në me folë fjallë të kësia në dyta, po folim. A nëse dëni me më leju mu mërnu si njeri, sa ma ka dhonë zoti, lejëmni. Nuk di shka me thonë tjetër, mësë më shty ma tepër. Dush mi pranu gabimet e juja shka i keni bo ju, e nuk e di kush kam ju gjyku juve. A ka kush ju gjykon juve? Pas ka ti kush më gjyku mu, me më shtin burg, pse? Kokna një njeri, një person në këtë botë. As po mëj ka kush më gjyku juve, sa krimet i keni bo ju. A është që këtë tribunal për krime lufte? Your Honor, it's clearly not going to be possible. Zoti Rogers, nderuar gjykatës, nuk do të jetë mundur që të jem në gjendje të bëj më pyetje të tjera në këtë moment të caktuar në kohë. Kërkoj të nderuar gjykatës që të ndërpresim seancën shkurtimisht në mënyrë që t'i japim mundësi dëshmimtarit që të mbledhi veten dhe pastaj ai të kthehet këtu, sepse unë kam provova disa herë tani dhe nuk është e pamundur sepse dëshmimtari nuk do të ndalojë, vazhdon, prandaj sugjeroj që ne të bëjmë një pushim tani derisa Zoti Kabashi të vazhdojë të jetë në gjendje të përgjigjet pyetjes tjetër dhe pastaj të vazhdojmë me pyetjes tjetër. Zoti Moloto, sa gjatë duhet ky pushim? Nëse ka mundësi, unë veç një pyetje ty. Ti po më vetë mu, qa pas ka ndohë një Jablanic. Sa vetë pas kanë kanë vra aty spedi, po kanë vra 5, 6, 10, sa. Pse ti mu kur nuk më vetë ti, ose ata punëtor tu, pse unë nuk u mora në pyetje kur për 200 vetë në burg Dubravës që janë vra mrena 3-4 dite, që janë masakru. Kush është taj si ka dhonë dëshmi para tribunalit Hages për 200 vetë burgut Dubravës? Kush është taj si ka dhonë dëshmi për 10 vetë që janë vranë për drum, ku unë jëmë konë prezent? Edhe janë prej me thik mas janë vra. Unë jëmë konim shefun Mika Zona tujt, bojlerave, të pëdrumit.
Për ato, unë s'pas në nevoj me unë dëshmi se ka dhonë dikush tjetër. E ata tjetë që ka janë konë me mu, është djali mi tem, migja jem, edhe të jepë edhe tjertë me emna kush o konë. As një për ty në s'ka dëshmu në këtë tribunal. Unë mëj me ta thonë edhe një, këtu s'ka drejtësi. Mësë në qitë mo këtu me dëshmu mu, se s'ka mu në s'ka me dëshmu. Këtu e janë palavra. Me s'kajnë e kamere ju janë palavra. Ma mirë konë këto parë me pasu në Hollywood i këshin maru i film mirë edhe kishë qyrë krejt bota, kishë kuptu diçka. Për juve nuk besoj që ka mundet kush me kuptu. E ka hu besimin çdo njeri që ka bashkëpunu me juve për drejtësi në Kosovë edhe në Bosnje, 2 shtetet si jënë dëmtu mas shumë të i krimeve të luftës. E ju për mi pruni thash këtu, si pas kanë pavërat 3-4 vetë, edhe mi bo barabartë. Jo pëse unë e pëmbroj ata për që kanë bo. Se aj si e ka bo, leta bën, leta majnë. Po drejtësi këtë s'ka. Që mund burg edhe lem burg. Mr. Kabashi. Zoti Kabashi, do të kthehemi përsëri paragrafit që sapo ju tregova. Just before you do that, Gjykatësi, përpara se ta bani këtë e tërhoqet kërkesën për pushim, Zoti Rogers. Po përpiqem të vazhdoj. Zoti Kabashi, në atë deklarat keni thënë. S'kom thonë pushon, nuk është e vërtet. Second, Mr. Kabashi. Gjykatësi Moloto, një sekond, Zoti Kabashi. Jepini mundësinë Zotit Rogers që të bëj pyetje. Po i s'ka mbaruar ende. Zoti Kabashi, keni thënë në deklarat që kena bërë, ju ndërpret, cila është pyetjet? Shikojeni bile aty në ekran transkriptin, pyetja nuk është e plot. Pyetja ishte, ju keni thënë aty, unë kam bërë një skic të përafër të vendit ku ishin ndërtesat në shtabin e UÇK-s dhe kazermat e UÇK-s ku ishin ndaluar njerëzit në Jablanic. Desha t'ju pyes, a ka pas njerëz të ndaluar të burgosur në Jablanic, siç keni thënë në deklarat? Unë s'kom thonë. Edhe nuk di kur qo për atë punë. Ju jeni ata si du të me dit, ju jeni ata si o dasht me hetu, ju jeni ata si o dasht me punu. Se keni bo punën edhe mëse nuk di pse për qënë magat. Unë e kësha lutë gjykatësin, nëse ka mundësi. Mr. Kabashi, do you know man? Zoti Kabashi, a e njihni një person, një burr me emrin Pal Krasniqi? Po, e një. Do you know a man called Skender Kuqi? Po një tjetër me emrin Skënder Kuqi. Po, edhe ato një. Whilst you were in Jablanic, Kur keni qenë në Jablanic, a e keni pa ndonjënin prej tyre në Jablanic? Ja. Skënder Kuqi në kom pas këshi, Polin e njën klin, kom punu, kom pas i që baptore. Edhe me vëlla tina është ma i ri se aj, kom najt. Ka i herë si i ri që aty në për klin. Did you ever see them whilst you were at Jablanic? A i ke pa ndonjëherë kur ke qenë në Jablanic? Ja. You didn't? No. Nuk i ke pa. Never once? Asnjëherë. Së ardit me talon njëtën përgjigje. Mr. Kabashi, Zoti Kabashi, you testified ju keni dhënë dëshmi në betim në këtë tribunal në rastin Limaj and you testified dhe about keni dëshmu për këtë ngjarje. Cila ngjarje? If Mr. Rogers is starting to cross-examine his own witness, we need to Më falni, Zoti Emerson, nëse ai po i bën kundër pyetje dëshmitarit vet, atëherë duhet të hyjmë në fazë tjetër të procedurës tonë. Na duhen bazat pse po i bën këto pyetje, Rogers. Unë po përpiqem të jap bazat e kësaj pyetje. Ju keni dëshmuar në gjykatën Limaj. Është e vërtet kjo? Po. And is it right that you testified? A është e vërtet që keni dëshmu për të dyja? Emerson. Edhe një problem dhe për këtë duhet të hymë në seancë private. Gjykatësi të hymë në seancë private?